ligji I fundit që miratu në parlamentin e Shqipërisë për 178 gjinica duan me nxjerr ta, ndërkohë që ne kemi një vijë politike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, urdhri I parë që ka dhënë presidenti Trump është që ka vetëm 2 gjinim, burrë dhe grua. Prandaj ne duhet merrem me politikë që mos qeverisemi nga inferiorët dhe mos kërkojmë llogari që themi ky e bëri gabim, ky e bëri kështu ashtu. Atëherë përfshiu, organizo. Si ndihet njeriu kur është non grata? Si ndihesh ti? Po është e vërtet, unë jam shpall nga Greqia non grata, kam përshtypjen që mund të jem shpall në vitin 2018, pavarësisht se kam zgjedh tani për me bë publike. Pra në rast se ne shikojmë susi një vend për me marr rrogën, tu ka marr fund shoqëria. Dhe krismat e kësaj drame tani do t'i ndjejmë më vonë, siç po I ndjejmë, kemi filluar t'i ndjejmë, por më fort do t'i ndjejmë më vonë. Përshëndetje miq, mirë se erdhët sërish në podcastin me Jonën. Jam në studio me zotin Aulon Kalaja. Aulon, faleminderit që e gjete kohën, edhe erdhe. Ka qenë takimi jon I fundit para zgjedhjeve të 11 majit. U bën gati ca muaj pa u parë. Si dole nga ato zgjedhje? U zgënjeve ca? Jo, unë jam shumë I kënaqur nga zgjedhjet e 11 majit, pavarësisht se nuk është materializuar ende rezultati, që unë futem kuvendin e Shqipërisë, unë kam marrë një rezultat fantastik. Dhe ja di për nder gjithë zonës time, ku unë e zgjodha vetë, nuk më çoj njëri me detyrim, zonën e Bashkisë Krujës, Fushë Krujën, dhe fshatrat për rreth. Së pari arritëm që ne të kornim një fitore pas 18 vitesh, Bashkia Krujës u fitu nga Partia Demokratike. Së dyti, unë dola kandidati më I votuar me votën preferenciale si nga PS-ja dhe si nga PD-ja. Pra, s'ka se si mos jemi kënaqur. De facto, unë jam deputeti e asaj zone, sepse këte kanë vendosur qytetarët, por sigurisht makinacionet e kodit zgjedhor, që duhet hedhën kosh në mbeturinave për mendimin tim, një kod zgjedhor I cili ja pamundson në këtë rast një bashkie pasjen e një deputeti, megjithëse vullneti atyre ishte I qartë, sigurisht që kjo nuk varet në dorën time, megjithëse unë kam kundërshtuar me forcë, unë kam nisë shumë procese në gjykata, jam në SPAK, në gjykatë kushtetuese, kështu që për nder të kësaj, unë kam vendosur që jetën time ta bëj tani në Fushë Krujë, jam kthy atje dhe po jetoj atje. E kam ndjekur bën shumë denoncime të rrugëve, ka qenë një rrugë tash ditët e fundit që e kishe hedhur. Aulon, pse ke marrë këtë iniciativën t'ju shërbesh qytetarëve? Shikon, në fakt unë këtë kam bërë gjatë gjithë jetës time. Domethënë du t'ju sjell në vëmendje juve kur ra tërmeti 26 nëntorit 2019-s, unë hapa një qendër vullnetare në Bupq, ku kam qëndruar për 90 ditë bashkë me njerëz që vinin nga 6 anët e Shqipërisë, edhe nga jashtë shtetit, dhe kemi shërbyer për familjet e prekura nga tërmeti. Arritëm të hapnim dhe një mencë aty. Shpërndam veshmbathje, ushqime, organizuam aktivitete për fëmijët, të cilët ishin traumatizuar pas rënies tërmetit dhe shumica prej tyre nuk flinin nëpër shtëpi sepse kishin frikë dhe flinin nëpër çadra. Më vonë u morëm me kontenierët e banimit duke I vendos atje, dhe kjo ka ndodhur në mënyrë vullnetare, jo vetëm kaq. Sa herë ka pas përmbytje ajo zonë, un kam qenë atje. Sa herë ka pas probleme fatkeqësi të tjera, un kam qenë atje. Pra, kjo është në vazhdim e një pune që un kam bërë për t'ia ditë edhe për nder qytetit që un kam lindë dhe jam rrit, se un aty kam marru filloren, 8 vjeçaren, të mesmen, të Shode Galica në Fushë Krujë dhe më kujtoi gjithmonë një shprehje nga presidentet më të shkëlqyer që ka pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, I cili ka thënë mos pyet se çfarë ka bërë vendi yt për ty, po thuaj se çfarë do bësh ti për vendin tënd. Kështu që e parë këtë këndvështrim e gjithë përpjekja ime ka qenë pikërisht në këtë pikpamje, aq më tepër kur këta njerëz më pranuan dhe më votuan dhe patjetër që unë do t'i kthej respektin duke denoncuar nga ajo zonë gjithë problematikat, duke jetuar me hallet e atyre dhe duke u bërë megafoni atyre. Faqja ime e Facebookut, e rrjetet sociale do jenë megafoni atyre. Kaq besoj e kam detyrim moral për ta bërë, pavarësisht se unë nuk jam sa në kuvendit. Çfarë mendon ti Aulon për ata që thon, po ç'më duhet mua, unë jam mirë, e kam një pagë. E shumica është gati 8% e popullsisë që nuk e kanë këtë grindën, këtë dëshirën për ta rregulluar të paktën komunitetin ku jetojnë, vendin ku janë aty afër. Nuk I bën gjë përshtypje sot më janë kështu gjumë letargjik. Ç'më duhet mua, unë e kam një rrogë, jetoj. Është e vërtet ky konstatim dhe ndodh rëndom në Shqipëri. Unë nuk I përkas se race njerëzish. Sigurisht që këta janë njerëz cilët marrin një rrogë. Shiko, sklevrit e lumtur janë armiqt më të mëdhtë të lirisë. Njeriu ka disa liri. Unë po flas për lirinë interiore, pra lirinë e brendshme që ka njeriu. Shumica prej këtyre dyshoj që ta kenë,
nuk i thon mendimet e tyre, janë yes men, pra janë njerëz cilët bashkohen edhe kur nuk kanë një mendim si turma, po bashkohen me turmën për me qenë konformist dhe për me marr pagën fund muajit e tjerë, jetojnë pra për të ngrënë, për të pirë edhe për të bërë këto detyrat bazike, ndërkohë që pjesëmarrja në jetë publike mendoj unë është domosdoshmëri. Jo të gjitha kanë këtë gjë, po është detyrë në raport edhe me komunitetin tënd. Pra, për shembull, kur një projekt bie që do priten pemët e lagjes tënde, kur ti nuk ke rrugë, kur ti nuk ke ujë, kur ti nuk ke shërbimet bazike në lagjen tënde, nuk po them për qytetin apo për Tiranën apo për gjithë Shqipërinë, apo kur ne bëjmë në marrëveshje siç do bëjmë tani me Greqinë për çështjen e detit, që është detyrë e çdo kujt që kur Shqipëria humb det apo tokë, duhet dalë dhe të reagojë. Para tan kanë luftu me pushk, ne minimalisht ne nuk i shesim kufit dhe sillemi si tregtar flamujsh me kufit, dhe këtu nuk ka reagim. Pra nuk po kërkoj këtë. Sigurisht që kjo është e para, sepse përgjegjësiria jote ndaj kombit, ndaj familjes në këtë rast, por te lagja jote, këta njerëz që nuk dalin dhe të reagojnë për nevojat bazike, më kujton ndarjen që bëjnë Greqinë e lashtë ndërmjet politikanit dhe idiotit. Pra, kjo është ndarja klasike. Fjala idiot në Shqipëri ka një konotacion negativ, pa e ditë kuptimin, sepse në Greqinë e lashtë politikani ishte njeriu që kujdesej për punët e qytetit, kujdesej për kanalizimet, për sëmundjet, për argjinaturat e tjerë, ndërkohë idioti ishte njeri i papërfshirë. Ai thonte nuk ka ç'm duhet mua. Unë do shikoj vetëm punët e shtëpisë time, brenda shtëpisë, brenda 4 faqeve të murit. Dhe idioti në këtë rast janë shtuar idiotët në këtë kuptim, në kuptimin literal të fjalës që na vjen nga Greqia e lashtë, sepse edhe fjala politikan këtu ka kuptim negativ. Ndërkohë për mendimin tim, politikani është një njeri i cili kërkon ndryshoj realitetin. Politikani është një njeri i cili interesohet për punët e qytetit. Çështja më e rëndësishme besoj unë ose disfata më e madhe që mund të ketë njeriu kur nuk merret me politikë është se do qeveriset nga inferiorët. Prandaj ne duhet merremi me politikë që mos qeverisemi nga inferiorët dhe mos kërkojmë llogari që themi ky e bëri gabim, ky e bëri kështu ashtu. Atëherë përfshiu, organizo, në rast se nuk je leadership, mund të bësh pjesën tënde të milingonës, domethënë, që ne të arrijm qëllimet caktuara. Fakti që ti nuk shko me votu fare, fakti që ti nuk merr asnjë angazhim publik përsipër, nuk flet as për lagjen tënde, as për qytetin, as për shtetin, atëherë këtu ka i problem pastaj dhe në Europën perëndimore këta njerëz janë ata të cilët nuk kanë drejt kërkojnë asgjë. Sepse demokracia është pjesëmarrje. Prandaj disa shtete në Europë e kanë votën me detyrim. Dhe unë gjykoj që kjo duhet bëhet në Shqipëri. Ti duhet shkosh ta japësh vullnetin tënd. Ka rëndësi je me Jonën apo me Aulonin. Por kjo tregon përgjegjësi. Në Europën perëndimore, në disa vende ka penalitete në rast se ti nuk voton. Nuk mund të çosh fëmijën në shkollë, mund marrësh gjoba, të shërbimet e tjerë. Prandaj mendoj unë që në Shqipëri gjithmonë Shqipëria është sunduar nga pakica e pakicës. Pra ne kemi mbi 50% që nuk shkojnë me marr pjesë në votime, edhe ata që marrin pjesë në votime ndahen midis PS-s, PD-s apo jo, edhe atëherë Shqipëria i bie që të qeveriset nga një pakicë dhe këtu nuk bëjmë më me demokraci. Këtu janë disa njerëz që kanë disa interesa ndaj shtetit, nuk janë autonom ndaj shtetit, janë patronazhist përgjithsisht, janë njerëz që kanë njerëz detyrën punë dhe është ndërtuar një inxhinieri politike që sa herë të bëhen zgjedhje, fiton qeveria me numrat që ka, sepse ky grush njerëzish që kanë mbetur në Shqipëri janë shumë pak ajo që quhet shoqëri civile, jo në kuptimin që ka Shqipëria sot, se shoqëria civile në Shqipëri është e korruptuar për mendimin tim, por me atë që na ka mësuar Hegeli që shoqëria civile janë disa njerëz që janë autonom nga qeveria, pra nuk marrin një pagesë nga shteti këtë rast. Sot e lidhur gjithë, dikush ka mamin, dikush babin, dikush ka tezën, xhajën dhe thot ai do dalin protestë, po s'del do thot se më le mua pa rrog. Aulon, përmende pak më parë atë çështjen e Greqisë. Si ndihet njeriu kur është non grata? Si ndihesh ti? Po është e vërtet, unë jam shpall nga Greqia non grata, kam përshtypjen që mund të jem shpall në vitin 2018, pavarësisht se kam zgjedh tani për me bë publike. Si ke përshtypjen? Nuk të është komunikuar? Jo, nuk më është komunikuar një akuzë zyrtare, domethënë nga shteti grek. Këtë e kam marrë vesh në mënyrë private, kur unë dhe familja ime kishim planifikuar për të bërë pushimet verore në Lefkadha, në Greqi. Unë nisa drejt qaf botës, pikës kufitare në Sarand, dhe familjarët e mi u lejun që të kalonin, ndërsa
për mua, më thanë që të kaloja në vit dytë për kontrole më të imësishme, nuk e kuptova fillimisht, me të thënë drejtën, pastaj më komuniku që unë isha një person i pa dëshiruar për Greqinë, për regjistrin kombëtar grek, pra e thënë ndryshe, person non grata, kërkova motivacionin e kësaj vendimarrje, nuk ma dhanë policët dhe më thanë që kjo është një masë që ti nuk mund ta kalosh dot tokën greke. Pastaj u kthy me familjen dhe pushimet greke u bën pushime shqiptare, domethënë Netan Saran, megjithëse mua Greqia më pëlqen shumë si vend, domethënë ka vende prallore shumë bukura. Kam respekt edhe për grekët, cilët janë një kom që kemi të përbashkëta, ndërkohë për vijën politike atje sigurisht që kam ato idetë mia. Gjithsesi, gjithë aktiviteti im nuk ka qenë kundër Greqisë. Tani ju do thoni pse e bëre publike tani. Kjo është pyetje shumë e drejtë, por përgjigjja ime është që unë tentova që ta zgjidh këtë çështje në mënyrë administrative në Greqi, në mënyrë ligjore. Deri tani nuk është. Jo, dhe më është pamundsu. Kam marr disa avokatër, jo një, po disa, dhe kanë qenë shumë optimist në fillim, euforik, do ta zgjidhim, kjo është çështje shumë e rëndësishme për ne, donin të bënin dhe emër me këtë çështje. Nuk e kuptoja pse, por më vonë në takimin e dytë dhe tretë vinin si pulat lagura dhe më thonin që shiko se kjo është një çështje e cila nuk e zgjidhim dot neve, pasi shkonin në Greqi te drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit grek. Me sa duket merrnin informacion, ka mundur të marr vesh jashtë regjistrimit, po përdor atë shprehje gazetareske off the records, që un jam akuzuar si një njeri që kam vendos në rrezik sigurinë kombëtare të Greqisë dhe për akuza për racizëm. Tani, dy janë momentet që besojmë se më kam penalizuar nga shteti grek. Së pari viti 2018, ku unë bashkë me një grup patriotësh dhe veprimtarësh të çështjes kombëtare, jemi ngritur kundër marrëveshjes detit me Greqinë. Atëherë do bëhen nga Tsipras dhe Rama, ishin kryeministrat e kohës. Njëri ka ikë, tjetri vazhdon akoma të jetë kryeminist, pra ka ikë ky Greqisë. Pa të organizuar dhe një protest kundër kësaj marrëveshje dhe ose më saktë përfutje në bisedime të çështjes Çame, e cila është jashtë rendit ditës dhe nuk është në tavolinë midis Greqisë dhe Shqipërisë, në vitin 2018 kur Nikos Kocias, ministri i jashtëm i kohës i Greqisë, erdhi në Korçë dhe u taku me Ditmir Bushatin. Qëndruan në një nga hotelet e Korçës, ndërkohë unë bashkë me aktivistët i rrethum hotelin dhe bëm një protestë paqësore, sigurisht, me thirrje jo kundër Greqisë asnjëherë, nuk u dogj asnjë flamur grek. Gjitha 20 protestat që kam organizuar në 20 qytete të Shqipërisë, 3 janë organizuar në Tiranë dhe 17 në qytete të ndryshme dhe në Prishtinë, nuk kanë pas asnjë thirrje antikushtetuese, asnjë thirrje raciste, nuk është djeg kur flamuri grek, kemi bërë një protestë patriotike për t'i kërkuar llogari shtetit shqiptar, se ne s'kemi punë me Greqinë, ne kemi punë me kryeministrin tonë, i cili duhet fuste në tryezën e bisedimeve 2 momente për mendimin tim, përveç se mos shiste detin. Momenti i parë ka qenë çështja Çame, e cila mbetet ende një plagë e hapur, dhe çështja e vrasjes së shqiptarëve në Greqi. Un jam gazetari që kam zbardh mbi 200 ca emra të vrasjes shqiptarëve në Greqi nga gardianët e burgut, policia greke dhe ushtria në kufi. Për këtë çështje, po në vitin 2018, un kam bërë një dokumentar duke u nis nga vrasja e lezhianit 29 vjeçar Plumar Nikolaj, i cili u tha nga policia greke se ishte vethedhur nga kati i tretë i komisariatit Anopatisja në Athinë, ndërkohë unë bashkë me familjen, bashkë me ekspertin e mjekësisë ligjore dhe gjithë dëshmit dhe investigimin që bëra unë në Greqi, se kam qenë 2 herë në Greqi për ta bërë këtë dokumentar, vërtetuam që ai nuk është hedhur nga komisariati, por është vrarë në brendësi, dhe kjo jo me dëshmi gazetareske, por me mjekësinë ligjore, është vrarë me mjete jo të mprehta nga policët e turnit të datës, mos gaboj, 4 gusht 2016. Edhe pse po mbushin 10 vite, familja nuk ka gjetë drejtësi për rastin, nuk është ezauruar shkalla e drejtësisë në Greqi që ajo t'i drejtohet Strasburgut, dhe unë mendoj që këto janë 2 momentet për të cilat unë jam penalizuar nga shteti grek dhe e bëra publike pikërisht tani nga që unë nuk gjej fare dritë jeshile. Pse? Siç u thash, avokatët më kanë tradhtuar, sepse domethënë unë jam takuar me ato, e kam bërë dhe pagesën dhe gjithçka, se janë 3-4 avokatë cilët e kanë bërë këtë punë, por ka një rregull. Pa ezauru të gjithë shkallët e gjyqësorit në Greqi, unë nuk mundi drejtohem dot gjykatës Strasburgut, në të cilën
unë mendoj se do ta fitoj për procedurë, sepse shteti grek nuk e ka zbatuar procedurën ndaj nëngratës që më ka vendosur mua, sepse ligji thotë që së pari unë vendosem djeni nga shteti grek që ndaj meje është marrë një masë e tillë, marr masën, lexoj argumentimin dhe paraqes argumentet e mi për një javë për ta kundërshtuar këtë gjë dhe pastaj shteti grek merr vendimin. E cila mund ta mbaj sërish në ngradën, se nuk po them unë që do bindet nga argumentet e mi, por nuk më zhdon rasti për të dëgjuar. Pra nuk ka pasur një proces të rregullt ligjor ndaj meje. Është një masë një anshme, ata janë drejtën e vet për ta bërë, por mua më duhet që të bëj një gjyq me ata, që edhe po e humba në Greqi, nuk ka rëndësi në të gjitha shkallët e Greqisë, të shkojnë në Strasburg, sepse në Strasburg do ta fitoj, ka kazuse të tilla, precedent të tillë që jo shqiptar, me sa diun, por shtetas tuaj edhe ndaj Greqisë, po edhe ndaj shteteve tjera, Bullgarisë, Rumanisë etj etj, i kanë fituar këtë çështje. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit është e pamëshirshme për drejtat e njerëzit, në këtë rast që mua më janë shkelur. Më merr në avokat grek, ku i di? Avokat grek kam marr. Avokat grek. Po, avokat grek dhe jam takuar me to me përkthyes. Avokat grek, një nga avokatët grek që unë kam marr, madje operon dhe në Tiranë. Ka disa zyra, ka 4-5 zyra në Shqipëri. Përgjithsisht merret me apelos, me këto që vendosen pasaport nga shteti grek kur thyhet kufiri apo 90 ditë sa janë ato rregullat 6 mujorësh etj etj, ekspulse, bravo, por rasti im nuk është i tillë. Pra nuk është përthyrje kufiri apo këto historirat vjedhje etj etj. Jo, është një çështje e cila është një çështje shtetërore. Po shteti jon nuk ka reaguar për këtë çështje. Ju e dini që kryeministri ka përmend vetëm një emër gazetari, ndërkohë janë disa gazetarë shpallur në ngrada në Shqipëri. Dhe kryeministri ka pas informacion për rastin tim, sepse emri im është në regjistrin kombëtar të Shqipërisë si një emër i skeduar me pull të kuqe që unë nuk dal dot në Greqi. Jo vetëm kaq, para disa vitesh mua mu ndalu për me dalë edhe nga Shqipëria. Ka qenë një rregull idiot i një ministri të asaj kohe të quajtur Sander Leshaj, në rast se ju kujtohet. Ka qenë ministri i Brendshëm, i cili kishte nxjerrë një qarkore, një urdhër të mbrëmshëm, personat që kanë probleme me një shtet nuk mund të qarkullojnë në shtete të tjera. Pra mund pamundsohem me ik në Kosovë, Malzi etj etj. Dhe kjo ka qenë çmenduria radhës që un kam pas. Çfarë është bërë me atë ligjin tani? Ai është heq edhe nga goditja që un i kam bërë, doja ta çoja në gjykat, nuk e di ç'a ndodhi pastaj, por në gjykat do hante shumë kohë, nuk e di, ishte një gjë shumë idiote. Por u hoq, jo vetëm për mua, është për gjithë qytetarët shqiptar, se ti mund të kesh një problem me një shtet caktuar. Po çot pengon ty në vend tjetër. Pikërisht pra. Edhe këtë e kanë bërë? Patjetër. Çfarë do na xhejnë veshët. Problemi politikës sot, cili është problemi? Disa nga problemet, po ti më thuj 5 të fundit, se ka shumë probleme. Shiko, shohim një parti demokratike që kemi pa protestat. Jemi realist, gjithë jemi me sy, kemi dhe syze, edhe shohin shumë mirë se sa njerëz po dalin protesta. Jemi të zhgënjur, populli opozitar është i zhgënjur. Po fitohet çdo betejë nga ana tjetër, çdo edhe avokati i popullit siç ndodhi kohët e fundit. Shohim Adriatik Lapajin që del me batani edhe me karrike përballë kryeministrisë. Çfarë po ndodh me politikën në vend? A jemi drejt një vendi që do ketë vetëm një pushtet? De facto ne po jetojmë në një vend që ka vetëm një pushtet dhe të gjithë pushtetet janë mbledhura në një dorë. Por ky është konstatim, nuk është zgjidhje. Këtë e dinë gjithë, besoj nuk po them në gjë të re. Politika në Shqipëri do duhet të jap zgjidhje. Një nga problemet më të mëdha që ka politika në Shqipëri për mendimin tim është çështja e seriozitetit. Se thuhet që rëndon politika nuk ka moral. Unë nuk jam dakord me këtë, politika duhet të ketë dhe moral, por në rast se nuk ka moral, minimalisht duhet të ketë edhe serioziteti. Nuk është serioze se si 35 deputet Partisë Demokratike japin firma për një kandidat George Sorosit për të bërë avokat populli, i cili kërkoi vota kundër Partisë Demokratike jo më larg se para 6 muajsh. Çfarë nuk ka thënë për liderat e Partisë Demokratike, për njerëzit, por nuk është kjo më e rëndësishme. Më e rëndësishme është që ky njeri që u zgjodh avokat populli sot vrau shpresën, vrau besimin te të rinj, se si një forcë e re politike, e cila ishte kundër establishmentit, pra kundër PD-s dhe PS-s apo partive të vjetra, siç e quajtin ata, u soll më i vjetër se të vjetrit. Pra ky njeri goditi opozitarizmin, goditi forcat e reja politike, që këtu janë gjithë njësoj, po e gjithë lufta bëhet për me kap në një vend pune, siç është vendi punës tij, dhe unë jam shumë i bindur që ai nuk është avokat i popullit, por është armiku i popullit.
Sepse në rast se kjo çështje do të shtrohet për referendum, ta keni ju të qartë që askush nuk do votonte për atë njerëz. Për mënyrën se si mlodhi firmat në mënyrë skuqshme, për mënyrën se si u votu me 85 vota. Aulon, a e kanë votuar vërtet këto të Partisë Demokratike? Ata kanë firmos për atë njerëz. Dhe unë personalisht do kërkoj në Partinë Demokratike një komision hetimor brenda partisë për me kuptuar se kush e dha urdhrin që të firmosej për këtë njerëz. Kush ishin njerëzit që lobun për mbledhjen e firmave të këtij njeriu. Nuk mund të vazhdohet dot me idenë që shiko se mu ma kërkoi shok në telefon dhe dhash firma. Firma është gjëja më e shenjtë. Për firmën njerëzit janë varë litar. Për një firmë njerëzit shkojnë në kokër të burgut. Për një firmë që ti je deputet dhe mban përgjegjësi në kuptimin e elektoratit tënd, duhet të ishe konsultuar me ata njerëz, sepse ti nuk je pronar i votave. Politika është dinamike, ti mund marrësh 10.000 vota, nesër merr vetëm një votë se ke bë gabime dhe e ke qel fare në raport me opinionin publik. Tu bëhet fjalë për 35 deputet, jo 1, 2, 3, 4, 5 apo me gishtat e dorës. Ktu bëhet fjalë për fluks politik. Dhe prandaj them që kjo duhet të jetë çështje serioze. Sa i takon avokatit popullit, unë mendoj që ai institucion është pa pikë vlere, por ju thash dëmin që bëri. Nga ana tjetër, unë do ta quaja këtë në kufit e një pazari, sepse unë pash vetë Edi Ramën të investuar tek votimi. Zakonisht kryeministri i injoron votime të tilla dhe nuk shkon në sallën e kuvendit. Ai u kujdes vetë që të ishte të votonte dhe të kishte njerëzit në radhë për këtë njerëz, i cili nuk është emri Shabani apo Shabanica. Ktu bëhet fjalë për një marrëveshje që George Sorosi ka kërkuar në këtë rast apo enklavat e Sorosit për kapjen edhe këtij institucioni siç është avokati i popullit. Jo se ishte i pakapë, por tradita ka qenë që këtë institucion ta kishte opozita. Në fakt nuk e ka opozita. Po jo fare. Po unë habitem se si me pëlqimin e opozitës, kjo kalon tek duart e një njeriu i cili për mendimin tim ka zero respekt publik tani me këtë që bëri. Domethënë, nëse deri tani populli nuk ishte bindur që PD-ja dhe PS-ja janë bashk, me këtë veprim, me këto 35 vota të siguruara nga Partia Demokratike, populli është i bindur që fakti janë 35 firma dhe ata zgjodhen për mos me votu, po kjo nuk ka rëndësi fare. Prandaj unë mendoj që ne të fitojmë besueshmërinë publik, do duhet që të bëjmë një proces vetingu brenda vetes tonë, sepse nuk mjafton thjesht unë të kërkoj falje, se falja është i fjalë goje. Ne duhet marrim akte publike për këtë çështje, sepse dëmi është shumë i madh. Dhe pikpyetja që shtrohet tani është pse Partia Demokratike nuk do ta çojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese, sepse tha fillimisht që do të çonte gjykatë kushtetuese për shkak se është mashtruar nga Edi Rama dhe firmat janë tërhequr. Ndërkohë tani bëhet me dije që kjo nuk do të çohet në gjykatë kushtetuese. Tu ka një problem. Prandaj unë mendoj që një nga problemet për t'u përgjigjë pyetjes tënde është çështja e seriozitetit dhe moralitetit. Unë mendoj që opozita duhet të rrok moralitetin. Opozita duhet ndaj menjën është me Sorosin apo me Trumpin. Thën kjo nga një njeri i cili ka mbajtur qëndrime publike shumë të forta për konservatorizmin, për trumpizmin dhe për disa çështje kruciale që mendojnë që na dallojnë nga pala tjetër. Së pari është familja, e dyta është besimi në Zot, e treta është kombi, dinjiteti njerëzor, prona private, kundërshtia që duhet kemi që sjell progres gjithmonë partitë konservatore dhe e gjithë përpjekja ime është për ta kthyer Partinë Demokratike më djathtas, jo drejt qendrës. Unë jam shumë skeptik në bashkëpunimin e kësaj partie drejt qendrës me Partitë Popullore Europiane. Unë jam për angazhimin e kësaj partie tek patriotët e Europës për me ndjek linjën Orban-Trump dhe që Shqipëria të jetë, ose më saktë Partia Demokratike, opozita shqiptare më e madhe në vend, të jetë një partner i besueshëm me Trumpin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet bëj akte publike që e përafrojnë drejt kësaj linje. Ne nuk mund të kërkojmë dot ndihmë nga Amerika dhe nga presidenti i Amerikës kur kemi gjërat brenda që janë kur ne nuk jemi të qartë për vijën tonë politike. Prandaj unë gjykoj që është domosdoshmëri debati ideologjik se ç'jemi ne dhe ç'janë ata. Pra, ç'është e djathta dhe e majta. Aulon, kur flasim për debat ideologjik, do të thotë që kur dikush flet dëgjohet. Jo kur dikush flet, okay, ne flasim gjithë e bëjmë çfarë thotë, çfarë do lideri. Po pra, patjetër. Prandaj unë mendoj që është momenti që në Shqipëri të hapet një debat ideologjik, sepse në gjykimin tim vetëm doktrina konservatore mund ta shpëtojë gjendjen që është Shqipëria. Për këtë do ju marr vetëm një parashtrim të shkurtër. Unë kam qenë një aktivist dhe jam kundër agjendës shpopullimit të Shqipërisë, sepse unë gjykoj që kjo nuk është lëvizje lirë. Kjo është një agjendë e pastër për spastrimin e shqiptarëve
në konceptin e shpopullimit Shqipërisë dhe ripopullimit me të huaj. Pa dash të jem racist apo du të them që a është realitet në Shqipëri që shqiptarët po largohen me shumicë. Unë jam një nga ato shqiptarë që nuk e besoj censusin, regjistrimin e popullsisë, dhe për këtë kam dhëna, unë kam informacione brenda Instatit se si janë manipuluar shifrat. Këtë e kam denoncuar her pas here. Unë nuk besoj që në Shqipëri jetojnë 2.400.000 njerëz, absolutisht shumë herë më pak. Atëherë, çfarë na mësoi neve kampi i Gjadrit dhe 20 kampet e tjera që do hapen në Shqipëri është që ti përzejmë shqiptarët, sjellim këtu njerëz të komsive të botës tretë, pa dash ti paragjykoj fare, po ky është realiteti, dhe këta njerëz të zëvendësojnë popullsinë shqiptare dhe ky të mbetet një çiflik i vogël i drejtuar nga interesa okulte, nga 3-4 mijë njerëz se kaq kanë parë në Shqipëri. Pjesa tjetër janë të varfër, nuk ka shtresë mesme. Pra, ekstremitetet e klasave në Shqipëri, po i quaj klasa, ose e shtresave, se klasa është term komunar, janë të frikshme, shumë të pasur dhe të varfër. Atëherë, të përzejmë shqiptarët dhe të bim këtu popullata të tjera. Kalojmë te familja. Familja shqiptare është e ndame për gjys. Gjysma familjes jeton në shtetit, gjysma jeton këtu. Ju besoj keni mos i paqin familjen tuaj në Farefis apo në Lagje. Të jap një detaj me që më preket e familja ime, që 90-ën. Pikërisht pra. Të gjithë në Itali. Unë jam gosh Durrësi vet. Në 90, unë sot kur shkoj në Durrës nuk kam një derë ku mund të shkoj. Atëherë kjo është historia. Pra ne kemi një vazhdimsi të familjes shqiptarëve të përgjysmuar. Ne sot takojmë njerëz që edhe pse s'kanë kanë qejf me hik apo jo. Dhe po bëjnë gati valixhet. Ne diskutuam për mikun ton, mjek shumë nderuar para se të niste emisioni, për Ilir Allken, që e keni pas një intervistë, i cili kishte bë letrat për mjekja e shtetit, profesionist mjek i urgjencës, cilën e hoqi Edi Rama nga puna. Edhe atë thoshte akoma, nëse ka diçka që nuk shkon tek puna ku se i thash, unë i ke letrat akoma, i kam sa nëse do më heqen edhe nga këtu, sa do ikë jashtë, Gjermania kërkon mjek. Patjetër. Atëherë, kur ai që ka i profesion, po njerëzit e tjerë që nuk kanë një profesion, çfarë i ofron Shqipëria? E para këtë këndvështrim është që këta po ja plotësojnë gjithë kushtet shqiptarëve për t'u larguar nga vendi. Familja shqiptare është në agresion shumë të madh, ligji i fundit që miratu në parlamentin e Shqipërisë për 178 gjinit sa duan me nxjerr këta, ndërkohë që ne kemi vi politike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, urdhri i parë që ka dhënë presidenti Trump është që ka vetëm 2 gjini, burr dhe grua. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Francës ishte i tillë që ka vetëm burr dhe grua. Vendimi i gjykatës supreme në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte i tillë. Këtu kemi disa ndërkombëtar që për interesa okulte i thon Shqipërisë, ose më saktë neve, në fakt mashtrojnë publikisht që në rast se ju doni të futeni në Europë, ky ligji duhet kalojë. Jo, s'është e vërtetë. 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë këtë ligj. Vetëm 2 anëtarë të Bashkimit Evropian. Atëherë, këtu godit familja mund zemër, ne nesër do na i marrin fëmijët në përshkolla dhe do ju bëhet lavazh truri nga shoqatat e këtyre që marrin parë gjitha ne dhe do ju thon djalit tim që ti ke lind trupin e gabum, ndryshoj gjinin. Këto nuk janë teori konspirative. Këto ndodhin aktualisht në Kanada, këto ndodhin në vende të tjera ku i merret fëmia familjes dhe i konfiskohet fëmia sepse familja, baba dhe nona nuk pas kanë të drejtë dhe që kanë të paaft për me eduku fëmin. A ndodhi kjo gjë në Shqipëri? Po ndodhi. Atëherë, këto janë 2 pikat mendoj unë që duhet ngrihet opozita në këtë rast nga ky hir, nga ky shkatrim që i kanë bërë këto popullit për duke shpopulluar dhe familjes duke shkatruar, për të ngritur doktrinën e saj, për mendimin tim, fituese, sepse ishte fituese në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se ne pastaj do merremi me cicmice, korrupsioni, kjo jam dakord, ka korrupsion pafund. I di shumë mirë, po njerëzve ju ka ardhur majt hunës, njerëzit duan me gjuhë gjë tjetër, se si do e shpëtosh Shqipërinë ti në këtë rast. Njerëzit duan të shpëtojnë derën e shtëpisë vet. Po pra, dera e shtëpisë vet është familja pra. Tash me që jemi këtu tek familja ulon, për te angazhimit politik se të shohim neve, të ndjekim. Na thuaj pak uloni si baba, cila është porosia që nesër do t'i japësh fëmijës tënd her pas here. Si ka qenë fëmijëria dhe adoleshenca jote, Ulon? Duhet njohim pak ty me publikun. Po, do ta nis nga kjo porosia që do t'i jap fëmijës tim është kjo luftë që unë po bëj. Në fakt se luftën e bëj dhe në emër të fëmijës tim, se unë po nuk mbrojta familjen time, atëherë çdo unë jetë publike. Pra, unë besoj që me shembullin që do jap, kur të rritet fëmia dhe të jetë i ndërgjegjshëm, kur të shikoj emisionet, përballjet, fjalimet, protestat apo të gjithë gamën e jetës që unë bëj,
tjetë krenar që unë kam bërë këtë luftë dhe kam qëndru për atë dhe ta mirë kuptoj. Pra shembullin familje do jap me atë që unë bëj çdo ditë. Përsa i përket jetës time, unë ja kam lindur dhe jam rritur kam lindur në Kruj, kam jetu në Fushkruj, kam mbaru, siç u thash, shkollën aty, edhe të mesmen gjithashtu. Fillimisht kam qenë marrë me futboll, kam qenë një futbollist i ekipit Iliria, i zinxhirit moshave. Ndërkohë, përveç kësaj, pjesa e dytë ka qenë si drejtues i gjitha koncerteve, konferencier. Me qenë se unë rrjedh nga i familje artistësh, babai im është kompozitor, ka mbaruar në Akademinë e Arteve, aty është njohur me TMM, e cila dhe ajo ka mbaruar Akademinë e Arteve, por për soprano. Unë jam katastrofë në këngë, domethënë nuk jam mjaft, nuk kam mësuar si vegël muzikore, megjithëse dëshira e babait ka qenë minimalisht të mësonte pianon, por nuk jam dhe unë kur nuk më pëlqej gjë e them direkt. Nuk e mësoj me zëri i punë. Ndryshe nga vllai im i cili diti bi shumë mirë fizharmonikës, pianos etj. Ai paska futbollit pak. Ai është pavarësisht se ai ka i drejtim tjetër, domethënë, ai ka mësuar për hobi, po unë se kam pas as hobi. Pavarësisht se jam dëgjues shumë i mirë i muzikës, por nuk di ta riprodhoj. Mendoj që duhet kesh talent shumë të madh. Vesh, thonë. Domethënë mund të këndoj maksimumi vetëm shtëpi, edhe mund të tërboj gruan time, kaq. Pjesa tjetër pastaj është po adoleshenca jote, Olon, se sot për shembull dua ta paralelizoj pak. Adoleshentët sot i kanë kthyer borët e shkollave në ringje boksi. Në kohën që ke qenë ti adoleshent, a ziheshit kështu? Shiko, unë jam rritur në një qytet i cili është stigmatizuar gjithmonë si Fushkruja, që thuan që janë durët e krimit, është qyteti i tritolit, është një vend i cili të rrahin, të vrasin etj, ndërkohë mua nuk më ka rezultuar kështu, ta them me sinqeritet. Edhe për ndryshe nuk do shpjegoj vizita e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës George W. Bush në Fushkruj, apo pasja e një kryeqytetit të Ilirisë që është në Fushkruj, që është Albanopolis, ku kemi marrë emrin Albania, apo ardha e Papës Vatikanit në Bupq, pra pikërisht në fshat Fushkrujës. Adoleshenca sigurisht që edhe ne kemi pas problematikat tona, patjetër, po mua më kanë interesuar çështje të tjera, tema të tjera. Besoj që nga brezi në brez, shiko, Machiavelli na ka mësuar një gjë që njeriu është lavdrues i kohës shkuar. Njerëzit janë nostalgjik. Unë gjykoj që brezi ka ardhur duke u bjerë, edhe unë këtë mendim kam. Megjithëse është mendim fatalist po ta shikosh. Pra, kur shikoj heroj më përpara të një moshe të caktuar 18 vjeç, 22 vjeç, 24 vjeç, mund të jetë një 24 vjeçar. Me sa duket atëherë përgjegjësia ka qenë më e madhe në një moshë të vogël, më të vogël. Pra pjekuria vinte më herët. Tani kemi më pak njerëz të angazhuar në jetë publike, atë që quhet publike apo jo. Dhe kemi pjekuri që vjen në një moshë më të madhe. Prandaj adoleshenca ka pasur edhe këto spazma të caktuara që mendoj unë kur i shoh dhe këto kalamajt që pina shash te lagja ime tani, këtu ku unë jetoj në Tiranë me qerat, domethënë, te Braka, nuk arriti kuptoj. Ne nuk kemi pija shash për shembull në shkollë, sinqerisht. Maksimumi fare mund të kemi pi cigare, fshehur. Shash është e paimagjinueshme. Edhe atë cigaren kur e pinin çunat, rinin 2 orë jashtë që ta rroseshin mos e dinte. Jo vetëm ajo, po u pinte nëpër banjë, po themi, apo jashtë shkollës, me në një diskotekë që mund të shkonim etj, duke bërë atë rebelin. Kurse unë mendoj që kjo situatë ka ardhur duke u degraduar, mos më fol për drograt e forta pastaj që janë realitet besoj për gjimnazet e Tiranës. Ju si gazetare vëmendshme kronikës edhe sociale në një rastet. Tempulli sa ka operacione që kështu që kjo varet nga brumosja e njeriu edhe nga familja, pastaj mua më kanë interesuar tema tjera përgjithsisht. Pra ju thash jam marrë me jetë sociale, komunitare, me futboll, me aktivitete, pra koncerte. Është kjo një formë këshille që po jep. Sigurisht, prandaj po flas për këtë çështje që por që të bëhen këto gjëra duhet ja krijosh mundësinë fëmijëve, adoleshentëve etj. Unë mendoj që shtëpitë e kulturës nëpër Shqipëri janë mbyllur me qëllim. Apo jo. Pra ne kemi pasur shtëpi kulture, qendra kulturore. Qendra kulturore ku fëmijët mësonin aktivitete, valle, instrumenta, lojra, pallate sporti që nuk i ofrojnë vetëm futboll, se këtu është keq kuptuar kjo. Domethënë gjithë njerëzit luajnë futboll, jo mëse ka njerëz që duan të luajnë basketboll, voleboll, handball, tenis, ping-pong. Pra ka sporte të ndryshme, edhe sporte të tjera të cilat nuk vijnë në mend tani. Atëherë, çfarë i ofrove fëmijën ti duhet ta ftosh në arktim.
ti duhet ta ftosh të japësh një mundësi tjetër. Nuk mundet ti jesh teorik që shiko mos e bëj, mos pi cigare, mos pi hashish. Kjo nuk thot asgjë. Jo, më nuk thot asgjë kjo. Ti duhet ta ftosh, duhet ta çosh në aktivitet, në jetë sociale, duhet të organizosh jetën komunitare, duhet i mësosh fëmijës vullnetarizmin, adoleshentit. Për shembull, korpusi italian, i cili aktivizohet momente katastrofash, kur bie tërmet apo përmbytje etj, është mësuar në shkolla. Në Greqi ju keni lëndë mësimore protestën. Pra ju mësohet fëmijëve se si protestohet. Këtu si ja kanë idenë fare se ç'a ndodh. Këtu nuk e din fare që ti nuk merr leje për me shku me protestuese. Rëndom thuhet që ti merr leje. Ti thjesht çon njoftim, i thuaj policisë që unë do organizoj protestë dhe policia është e detyruar për me ardh, për me të garantuar mbarvajtjen ty. Neni 55 i protestave që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë edukim ligjor në çdo shkollë që ti nxjis fëmijët që të protestojnë, ndryshe nga Greqia që u mësohet se si protestohet. E dini ju që në Greqi fëmijët mbyllin derën e shkollës me zinxhir dhe nuk pranojnë që të bëjnë mësim për një X problematik caktuar, i lënë mësuesët jashtë dhe aty pastaj nuk ka drejt futet as policia, sepse është një ambient mësimor dhe atë e drejtojnë fëmijët derisa ti përmbushen kërkesat e tyre. Keni ngjuar ndonjëherë në Shqipëri raste të tilla? Protesta studentëve me që. Protesta studentëve që dështoj, apo jo? Mirë pra, tu i protest ka pas kohë të fundit vetëm armët kimike. Ajo protest ka qenë dhe unë kam qenë një nga organizatorët, ka pas shumë organizator, po që nga ajo kohë këtu është fik çdo gjë. Me qëllim, apo jo? Prandaj unë do të inkurajoja futjen e lëndës protestave në shkolla. Që ti të rrisësh një brez ujqërish, jo brez delesh. Sepse historia na ka mësuar që kemi pas dy popull. Popullin dele dhe popullin ujk. Populli dele është ai popull që ka nevojë për bari, që do duhet drejtohet nga dikush. Ke parasysh futu te kjo dera, dil ke kasolli atje etj. Populli ujk nuk ka nevojë për bari. Populli ujk të shy për të drejtat e veta. Prandaj në Europën perëndimore ku rritet 1 cent nafta, 1 cent, ne kemi jelekverdhët që thyn telepaset në Francë, që shkatruan qytetin, kemi protestën e fermerëve në Selanik që u bllokun rrugët dhe është bllokuar dogana, e pa precedent, dogana Shqipëri, Greqi, apo jo, dhe doganat e tjera. Kemi protesta, Greqia është një manual protestash, për ta studiu, ja u them me sinqeritet, pavarësisht se unë jam shpallur në grada nga Greqia, por ai është një vend që e kanë ata. Po, dhe organizohen jo nga partitë politike, kujdes. Organizohen, ata kanë një lidhje specifike me kishën, kanë organizime të tjera, i kanë shoqata shumë të forta. Ne kemi këtu kryetar shoqate rrit 40 vjet. E kupto, pra, ti lind kryetar shoqate dhe vdes kryetar shoqate. Janë funksionale. Apo për vende të tjera, apo s'du t'u marr tani Kanadan, apo vende të tjera se do thosh pse po krahasohemi ne me ata. Po fqinjet, me fqinjet do krahasohemi. Shiko, unë mendoj që po të bësh protesta, para se të bësh protestën duhet të kesh një mendim kritik. Po ne jemi dakord me çdo gjë, mora Ulon. Ne jemi dakord, na rritet uji, s'kemi drita, na fikin dritat e lagjes. Ne dakord jemi, nuk s'është na bë përshtypje, e kupton. Është e vërtet, konformizmi është të kthyer në një sport masiv në Shqipëri. Unë menoj që duhet rritet ndërgjegja kritike. Kjo vjen prap do kthehemi te shkolla, pra te edukimi. Do kthehemi te edukimi sepse është shumë i rëndësishëm. Unë jam shumë dakord që njerëzit më të paguajtur në Shqipëri, përveç antarëve të drejtësisë, të jenë mësuesët. Ne kemi bjerrjen e figurës mësuesit. Ne mësuesin e kemi parë si njeri i cili është hallexhi, si njeri i cili nuk respektohet, po ka dhe kapacitet intelektual shumë të ulët tani. Ti jemi realist, sepse është bjerr figura mësuesit. Më parë autoritar, i gjithë ditur, njeri që të mësonte, apo jo, tani njeri që mund të tallësh me atë, apo jo. Ajo po ndodh. Që mund ta vesh lojë, që mund t'i bërtasësh, edhe mund ta rrahesh. Kam parë disa video që kanë rraf mësuesi. Rengje etj. Dhe mësuesi është i kompleksum, sepse në rastin më të mirë është i paf, apo jo. Dhe në rastin më të keq është një patronazhist i cili është futur në punë nga partia dhe do rrogën vetë. Po do rrogën, është një vend, pra në rast se ne shikojmë mësuesin një vend për me marr rrogën, këtu ka marr fund shoqëria. Dhe krismat e kësaj drame tani do t'i ndjejmë më vonë, siç po i ndjejmë, ke filluar t'i ndjejmë, por më fort do t'i ndjejmë më vonë. Absolutisht po. Kjo është gjëja më shqetësuese për mendimin tim. Pastaj kalojmë tek shëndetësia, që është katastrofë, apo jo? Dhe të tjerat janë rrjedhoj, por gjithçka e ka burimin tek arsimi. Po rrugëve, atyre korridoreve të ekologjiut,
po flitet, falenderojmë gazetarin Osman Stafa që Osman her pas Stafën here ka bëj punë shkëlqyer se unë nuk i kam marrë vesh të punë, vetëm ai nga ai ka marrë vesh. Po ai djalë mbeti aty te dera onkologjike. E përgëzoj. Ja ku është një rast për shembull se si kërkohet e vërteta dhe si luftohet për të vërtetën dhe se si opozita duhet të jetë, sepse ai djalë ka bërë që të lëvizin shumë gjëra, apo jo? Dhe me shumë zor, me siç shumë kam bërë unë kruaj që banorët futen nëpër shtëpiat e tërmetit, ti lidhet ujë dhe dritat se kishin 45 ditë që jetonin me qeri, e duke mush ujë dhe imanin kazan të ujit në krah, duke hyrë sipër, dhe kur ka opozit, patjetër që ka reagim dhe ndryshim. Për shembull, me që më kujtove shtëpiat e tërmetit në kombinat nuk janë dhënë akoma shtëpiat e tërmetit. As në Durrës, as në Manës. U bë viti i 6. Pra viti i 6 e kemi në Durrës, Manës, në fushkrujt e pallati Beqarëve, ka qenë një pallat që janë të gjithë banorët jashtë, edhe në Kruj janë fut vetëm disa familje, kurse familja tjera nuk janë ndërtuar akoma shtëpiat. Kjo ka ndodhur për disa arsye. Ka ndonjë manipulim aty mendon Po, te emri? mendoj që po, sepse së pari ose këta kanë llogarit më pak ndërtesa se që duan, po kjo është e paimagjinueshme, ose kanë marrë shtëpi njerëz që nuk janë prish shtëpiat nga tërmeti dhe kanë lënë jashtë loje, njerëz që e kanë merituar. Dhe sot e kësaj dite këta njerëz, me të thënë drejtën, mund vje keq më shumë për këta, të cilët kanë qenë bashkë me disa qytetarë të tjerë dhe shikojnë veten jashtë shtëpiave, ndërkohë që qytetarët e tjerë janë brenda shtëpiave tani. Po. Për kjo është shumë e rëndë. Cat nënës dhe cat njerëkës. Kjo është e paimagjinueshme, nuk e di se çfarë standardi kanë përdor. I është thënë që do i marrin shtëpiat, por do i marrin kur ndërtohen pallatet në vijim. Po se kur do ndërtohen? A ka lek për këto pallate? Ku do ndërtohen? Sa do ndërtohen? Cila është koha? Këtë dhe këta i vazhdojnë të jetojnë me qera, kujdes, parat e qeras i paguajnë nga vetja vet, nuk e marrin bonusin e qeras. Kanë 3 vite që shteti u jep të bonusin e qeras, fillimisht. Tani nuk jep as bonus qeras. Si zgjidhet kjo histori? Kjo është e paimagjinueshme. Se ne të dy që po flasim e kemi një shtëpi. Unë jetoj me qera, ti nuk e di a ke shtëpinë tate, nuk ka rëndësi, kurse këta zotrit e zonjat nuk kanë sot një shtëpi ku të fusin kokën dhe akoma më keq, në disa zona nuk ka shtëpi më me qera, sepse është rrit numri turistëve, ma kupton, dhe këta nuk janë dhe të parapëlqyer për me u dhënë shtëpiat, më kupton? Sepse këta kanë dhe kërkesa tani. Nuk duan për shembull familje me shumë fëmijë etj etj, historira të tilla. Besoj se nuk po them të vërtetën, skandal patjetër. Tani na përshkruaj pak Shqipërinë si e shef sot me një fjali. Shqipëria është një vend i shpopulluar dhe në rast se ne do të vazhdojmë kështu, jo sipas Aulonit, por sipas OKB-s, në vitin 2040 ne bim në 900.000 banor. Ne na bie pesha specifike, zakonisht shqiptarët kanë pas një shprehje që e thonte Ismail Kadarea që ne jemi të vetmit vend që mendojmë se akoma jemi 3 milion banor. Pra ka qenë kjo sa shqiptarë aty 3 milion banor, ndërkohë që shifrat mund të jenë më të mëdha, ne nuk do jemi mas te kjo shprehje. Ne do konkurrojmë Malnezi për një çështje, ata kanë 600.000 banor, po ata kanë që kanë qenë gjithmonë, e kupton? Ne do shkojmë 900.000, po mas 10 vitesh sa do shkojmë? Po mas 20 vitesh, po mas 30 vitesh? Pra unë mendoj që ky vend e ka marrë tat pjetën dhe është duke u bjerë. Pra Shqipëria është një vend që po shpopullohet. Me agent, kujdes. Aulon, a ke menduar ndonjëherë të largohesh edhe ti nga Shqipëria? Kur? Asun. Kur? Duhet të rrinë sa njerëz këtu. Asnjëherë nuk e kam menduar me ikë nga Shqipëria dhe nuk është plani im për me ikë nga Shqipëria. Okej. Një mesazh më jep vetëm për shoqërinë shqiptare edhe faleminderit pastaj. Mua mesazhi vetëm që vjen këto momente në mendje është mesazhi që bëri Trumpi fushatën e tij vitin e fundit pas atentatit që i ndodhi, ku Zoti vetë e desh që ai të shpëtonte për të shpëtuar botën, sepse Amerika po kthehej në një vend satanik dhe ne e dim shumë mirë që të gjithë konsekuencat kur ndodhin në Amerikë shpërndahen me val pastaj edhe në Shqipëri, që është fight, lufto. Pra ky është mesazhi për shqiptarin. Lufto, lufto, lufto. Shumë faleminderit Aulon. Faleminderit.